Imagjinoni veten vetem, në fund të një puse errësire. Një njeri si ju te une I cili, në një moment të vetem, humbi gjithçka. Puna e tij u zhduk, shtëpia ju shkeput, te afërmit e tij u larguan. Përballë këtij kolapsi të plotë, luçjet e tij dukeshin se humbisnin në një boshllëk pafund. Nate pas nate, luçjet e tij mbeten pa përgjigje të dukshme. Derisa arriti ai moment vendimtar kur, I shteruar nga lufta, ai thjesht e peshperiti. Ja Allah, nuk e kuptoj heshtjen tënde, por po e dorëzohem në mensurinë tënde. Ajo që kinjeri nuk e dinte atëherë, është se në këtë moment dorëzimi të plotë, një dere e padukshme po hapej tashme. Një jave me vone, një mundesi e jashtëzakonshme I u shfaq. Një rrugë që ai nuk do ta kishte guksuar ta eksploronte me pare. Ki ishte momenti kur ai kuptoi të vërtetën e thellë. Çdo hamje ishte vetëm një përgatitje, çdo dhimbje një mesim, çdo heshtje hijnore një mesazh I koduar që njoftonte transformimin e tij të pashmangshëm. Dhe po të gju toja se tani, gju mund ta gjeni në prag ta një rilindjegje shpirtërore. Se sfidat që po kaloni gjane shenjat që Allahu po përgatit një kthese, te madhene gjeten tuaj, sot, ne do të shkirtojme se bashku gjashta shenja që tregojnë se Allahu po përgatit diçka të jashtëzakonshme në gjeten tuaj. Shenja që shumë njerëz I injorojnë, por që, pasi të kuptohen, do të ndryshojnë plotësisht perceptimin tuaj për fatin. Para se të fillojme këtë zbulese, merrni një moment për të abonuar në kanalin tonet e për të aktivizuar njoftimet. Çdo kushtese shpirtëror mund të jetë cilësi që do të hapë derën e transformimit tuaj. Shenja 1. Intensifikimi I sprovave para shperthimit hijnor. A keni venere ndonjëherë? Ndonjëherë, gjithçka duket se shembet njëkohësisht në jetën tuaj? Këto momente kur sprovat vajne pa pushim, sikur gjithë bota po komploton kundër jush. Kurani na kushton me mençuri. Parishim, ne do të gjus provoni me pak frike. Uri ulgje të pasurise, të personave tuaj dhe të korrave. Dia 150 e pese. Ajo që shumë nuk e kuptojnë është se kjo intensifikim I vështirësive është shpesh shengje e një shperthimi të afert. Si artizani I cili I nënshtrohet arrit flakes me të nëksehte para se të arrigjej formen e tiqme të pasterte me të camuar. Shikoni historinë e Gjusufit, Josef. Para se të behej minister I Egjiptit, ai kaloi përmes tradhtise nga vëllezërit e tij, skallaverimit, shpifqeve dhe burgoshjes të padrejta. Çdo sprove e përgatiste atë për ngritjen e tij. Mbani mend, shpesh është kur nata është në errësirën me të telle, ky agimi është me I afert. Nëse po kaloni tani një stuhis provat, merrni zemër. Allahu mund të jetë duke përgatitur ngritjen tuaj me të madhe. Shenja 2. Clirimi shpirtëror nga lidhjet e vjetra a keni ngjere se fundmi një clirimin I çuditshëm ndaj gjërave që dikur ju interesonin. Marrëdhënie, aktivitete ose ambicie që gjedukej se ishin thelbësore tani ju duken si boshllëk pa kuptim. Ki clirimi nuk është rastësi, as një lodhje I thjeshtë. Është një proces hijnor I përgatitjes së brendshme. Allahu në mëshirën I tij të pafundme. Shpesh fillon duke krijuar një hapësire në zemrën tuaj para se të vendose bekimet e tij të rregja. Imagjinoni një enet I mbushur tashme. Si mund të pranojë ajo që u me të pastër, nëse nuk derdhet me pare ajo e vjetër. Po ashtu, zemra juaj ndonjëherë duhet të slirohet nga disa lidhje për të pranuar dhuratat hijnore që janë për ju. Ajo puna që keni humbur, ajo marrëdhënie që ka mbaruar. Dhe nëse në vend të hamgjeve, ato ishin në të vërtet e slirime. Zingjira të padukshme që ju mbajnë larg fatit tuaj të vërtete. Kujtoni fjalët e profetit Muhammed. Ai që hekdore nga diçka për Allahun, Allahu do ta zëvendësojë atë me diçka me të mire. Shenja 3. Një lodhje e thellë e shpirtit. E dini atë lodhje që kalon kufiqte e trupit. Ajo lodhje që duket se prek vete shpirtin tuaj,
ku kesit e zakonshme nuk shjellin me gezin te vërtete. Kjo lodhje shpirtërore shpesh është shengje se një sezon I gjete suazh po arrin fundin. Si gjetet e vjeshtes ke duhet te bien per te mundesuar lulezimin e pranveres. Disa pjese te kenje sone duhet te kalojne kete shterim para rilingjes sone. Në kete lodhje fshihet njeftese hijnor per pushim, per introspeksion. Ashta sikur Allahu të gjutote, per kendrohu pak. Dakgjo. Une po pergatis diçka tare per ty. Profeti Muhammed vete përgjetua keto periudha te tërheqjes shpirtërore në shpellahira, para se shpalja te zbristem mbi te. Keto momente heshtgjegjet e lodhgjegjet e dukshme ishin në te vërtete një përgatitje për misionin e tij me te madh. Mos I kundërshtoni kete lodhje. Ndoshta ajo është kokoni ke që nevojjitet për metamorfozen tuaj shpirtërore. Shengja 4. Etja e papritur për lidhjen shpirtërore. A keni venere një dëshire te papritur dhe te pa shëpgjegueshme për tu afruar me Allahun. Një etje për lutje, meditimin, leksimin, e kurënit ke duket se lind nga thellësia e kenjes tuaj. Ki zgjuar shpirtëror nuk është një rastesi. Shpesh, është shengje ke Allahu po gjutëheret në një lidhje me të thellë me te. Si përgatitje për bekimet ke ai është gati të derdhe në jetën tuaj. Siç thote Kurani. Dhe kur roberit e mi ta kërkojnë prej teje për mua, une jam shumë afer. Une përgjigjem thirrgjesi ati që ke me terret kur me terret. Di njëkin deshtek gjashte. Kjo e që shpirtërore është si një busul hijnore. Kue e drajton zemren tuaj drejt burimit ke mund të shuane e gjën tuaj të brendshme. Ashta në këto momente introspeksioni të thellë ke shpirti përgatitet të pranoje dritat hijnore. Kur në gjeni kete thirrgje të brendshme mos e injoroni. Ajo mund të jete parathenia në gjë shpalgjegje. Një udhëzimi apo një transformimi kue do të ndryshoje kursin e jetës tuaje. Shengja 5. Zdukja providenciale e asaj kue judem tonte. Sa here kemi kare humbjen e diçka gje ose dikusht, per të kuptuar me vone se këshu humbje ishte nete vërtet e një mbrojtje hijnore. Ki person ke që ka lene, këshu mundesi ke është shperbere, ki projekt kue ka deshtuar, dhe nese ishte Allahu ka, ne mensurine e të qte pafundme, po largonte ate ke të te pengonte rrugën tuaj drejt fatit tuaj të vërtete. Kurani në meson. Ka mundesi ke të urrenin gjagje, ndërkohe ke ajo eshta e mire pershu, dhe ka mundesi të dashuronin gjagje, ndërkohe ke ajo eshta e keke pershu. Allahu e di, ndërsa ju nuk e dini. Dite, diken e njëzeta e gëgjashta. Herën tjetër ke njedere të mbajlet papritur para jush, para se te ankoheni, beni kete pjeqje. Po nese Allahu në meshiren e ti qte pa fundme po me mbron. Shengja 6. Njeëngth I pashpjeg veshem dhe nevoja për ndryshim. Angjeni një ngarkese të brendshme, një shketesim të pashpjeg veshem ke nuk mund ta emertoni. Gjithska duket në regull në jetën tuaj të gjashtme, por diska brenda gjush theret për ndryshim. Ki angth I shenjte nuk është një mangesi e besimit tuaj ose e kena kesi se suaj. Shpesh është një peshperitje hijnore, një thirrje e holle për evolucion. Si të ndodh me fluturen kë, para metamorfozes, duhet se pari të ndjegje pasigurine, e kokones kë është bere shume e ngushta. Profeti Ibrahimi, Abraham, përgjetoa kete shketesim shpirtëror kur pjeste I dhusht e popullit të tij. Ki mos kena kesi e shengjete e udhe hoki ate në zbulimin e Zotit të vetëm. Nese I njohni disa nga keto shengja në jetën tuaj aktuale, merrni zemër. Keto shengja tregojnë se mund të gjeni në prakte një transformimi të thellë, të një këtese hijnore ke mund të përkaktojë rrugën tuaj. Mos harroni kurre se në planin e Allahut, nuk ka rastesi, vetëm takime hijnore. Çado prove, çado heshtje, çado humbje dhe çado shpalgje gjane të la të thurura me precizitet në tapetin e fatit tuaj. Nese ki mesazh ka rezonuar me ju.
Mos ngurroni ta ndani me ata që mund ta keni nevojë për këtë kujdese. Abonohuni në kanalin tonë për më shumë mendime shpirtërore që u shkëq në shpirtin të ndriçosh në rrugan. Kofte Allahu ju udhëzojë. Ju mbrojë dhe ju ngritë drejt lartësive që ai ka përgatitur për ju. Amin.